Levica do të ketë kandidatët e saj për kryetar komunash në Maqedoninë Perëndimore. Nga kjo parti, kanë theksuar se Levica është partia e vetme që garon me kandidat maqedonas për kryetar komunash me Jovana Mojsoska në Strug, Katka Bozhinovska në Tetov dhe Darko Gruevski në Gostivar. Për shkak se gjasat për të fituar këta kandidat në këto komuna janë pothuajse zero, kryetari VMRO DPMNE-s Kristian Mickovski thotë se ky është një veprim i koordinuar mes Levicës dhe BDI-s. Ке ми дозволите да кажам дека јас од вчера не сум во политиката и потегот на политичката партија Левица да извади своји кандидати во општините Тетово, Гостивар и Струга и тоа да го брендира дека не ја заборавиле Западна Македонија, а при тоа да не извади своји кандидати, например, еве овде во Јегуновце, Теарце и во другите општини, бидејќи Западна Македонија не е Струга, Тетово и Гостивар, има и други општини, доволно говори дека нивната цел координирана е со политичката партија Демократска унија за интеграција, за да дојде до дисипација, расслојување на анти-дуи гласовите во тие општини. Izet Mexhiti nga Vlen thotë se koalicioni BDI Levica funksionon tashmë një kohë të gjatë. Koalicion pra funksionon vite të tëra në qytet të Shkupit dhe nuk është as pak e çuditshme, pra me shumë bindje që edhe kandidimi i Levicës në disa qytete shqiptare është në funksion të koalicionit Levicë-BDI, pra atë që e bëjnë në qytet të Shkupit duan ta shtrinë në Tetov, Strugë, gjithandeku. Por me këtë teori nuk pajtohet nën kryetari i BDI-s Arbër Ademi. Kur farë bashkëpunimi nuk mund të ketë mes BDI-s dhe Levicës, por e vërteta qëndron, vetëm analizojni, çdo herë VMRO DPMNE ka patur kandidat, tani s'ka kandidat. A e parashtroni pyetjen se pse nuk ka kandidat? Pse nuk ka kandidat nga rradhët e VMRO-s? Ndërsa zoti Mickovski ka kandidatët e tij. Ai ka imponuar kandidatët në Vlen, se kush do të delë për kryetar komune në Vlen. Ndryshe VMRO DPMNE nuk kanë nxjerr kandidat në Maqedoninë Perëndimore, sepse do t'i mbështes kandidatët e partnerit të koalicionit qeverisës Vlen.